Diskutojmë për sëmundjet vitre orientale, çka janë, cilat janë simptomat e para dhe çush merret trajtimi, çka ndikon pastaj në cilësinë e jetës. Gjitha këto do të diskutojmë bashkë. Mirëmëngjesi doktor, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, herkese çok selam ve saygılar. Bugün de zamanımız dhe respekt edhe sot sa na lejon koha do të bisedojmë arka segmentinde për smundjet vitreoretinale ose për pjesën e mbrapshëm syrit, qysh na po I trajtojmë këto smundje, qysh trajtohen në nivel botëror, edhe njerë respekt. Fillojmë pra doktor, nëse mundeni me na tregu më tepër për këto sëmundje. Ya şimdi vitreous dediğiniz zaman yani retina Kur dediğiniz zaman bisedojmë për vitreusin ose retinën, görüldüğü bir bölge. është një smundje Çok arka segment. serioze, cili paraqitet tje pjesa Özellikle e mbrapshëm program ayırdığımız nokta syrit. burası. Sot kemi ndalë kohë në Vitreous këtë emision me bisedu për retinën edhe për vitreusin që lidhet pas komorës për parshëm, syrit dhe me thot është të pjesa e mbrapshëm. Smundjet sa të ndollën të vitreusi janë endoftalmisi, janë gjakderjet, ablacioni retinës. Kemi kolla shumë raste cilat janë pasur lëndimeve ose ndeshjeve. Diabetik retinopati. Gjithashtu edhe Bunlar geliyor. sheqeri ose diabeti, diabetik retinopatia ndikon të paraqitja e smundjeve të vitreusi edhe të retina. Kemi kolla shumë pacientët që na vinë me këto diagnozat. Normalisht I pranojmë edhe I bojmë kontrollimet edhe mbatjet të nevojshëm edhe informojmë cilat raste janë për trajtim medikale, trajtim me ilaçe ose cilat raste janë për intervenime Doktor, na tregon kirurgjike. pak edhe për ndikimin e rezultateve anatomike dhe funksionale të ndërhyrjes së hershme kirurgjikale të retinës. Yani şimdi bir cerrahide başarılı olabilmeniz için Për me çok pas önemli. Yani hastaya sukses të intervenim ablasyosu var. kirurgjike, Yani diabetik duhet retinopatisi me var. pas një Bu tür përgatitje şeylerde mutlaka edhe një punim tanı shumë koyduktan sonra me sukses të lartë. anatomik Do olarak, me fonksiyonel thotë, olarak tekrar duhet eskisi gibi benzet yapmanız për me için kthe në jetë pacientin normal, çdo diçëm, për me arritë suksesin, intervenimet duhet me I bo sa ma herët. örneğin Të rastet cilat kanë reagu shpejt, shembull tek pacienta me baktınız işte diabetik görmesi retinopati, eski azalmış. I bojmë matjet, konstatojmë sa u ka zvoglu Retinasında ödem pamuri, a kemi ajtje ama başka majör ödem kanaması yok. me Su toplamış. të makula. Niye toplamış? Çünkü şeker Konstatojmë a kam mbledh görme ujë, merkezindeki me rëndësi të rastet cilat genişlemesine bağlı kanë olarak diabetin, hastada su sheqerin, topladığından dolayı hasta të görüyor retina, ama të flu pjesa e görüyor. mbrapshëm, İşte burada mbledhet yapılması ujë, gereken edhe këto pacientat janë të parë shumë İlk önce ma şekerini regüle turbu. etmesini söyleyeceksiniz. Këshilla jon është Şeker stabil që olması pacienti lazım. Ondan sonra duhet antivejev me dojmos me regulu nivelin e sheqerit, me thot me stabilizu. bazı hastaların tek bir seansta bitirebildiği gibi bazı hastaların Shumica pacientave marrin anti-VEGF injekcione për largim turbullimit. Na here kanë nevojë me I përsërit këto seansat me injekcione anti-VEGF. hasta anatomik olarak retinasında Gjithashtu, perfore oldu veyahut da kemi ablasyon oldu. pacientat Bunun cilat tekrar kanë eskiden pas fonksiyonu ablacion ose lendim retinal cerrahi retinës. çektirme ameliyatını Këto ne rastet zaman I nasıl përmirësojmë me intervenime kirurgjike vitreoretinale, po këto intervenimet bëhen me plan program. aynı sistem kullanmıyorsunuz. Gjithmonë të çdo rast, sistemi I cili përdoret për pacientat për intervenimet është ndryshëm. Të do raste duhet me bo intervenimin edhe Bunu iyi ayarlamanız lazım. me mush syrin pjesën e retinës me silikon, po do raste kalojnë Sonra yapılması lazım. pa implantim silikonit. Hasta Me thot për beklentisiyle këto duhet yapılan shumë mirë me cerrahi bisedu, orantılı me olduğu informu zaman pacientin bizim de yaptığımız edhe işte da bu. me përmirësu maksimalisht. Usta geldi ablasyon retinası var. Shembull, kemi një Hasta ne pacient me ister sizden? ablacion Hasta der ki retinës. ya ben Normalisht pritjet pacientit janë sa ma shpejt me kry intervenimin edhe sa ma mirë önemli. me pa mas
intervenimit. Doğru zamanı ayarlamanız önemli. Tu timingu, Yırtığın koha e intervenimit është me rëndësi të derecesine madhe. kadar yırtık var. Gjithashtu duhet me caktu sa është përqindja e shkolitjes retinës. Këtu duhet me konë shumë sakt edhe Kanama varsa kanamayı toparlamanız lazım. me mbledh duhet me përpastru gjakderjen që ka u kanë do mrenda syrit me intervenime vitreo retinale. Pastaj kur pastrohet gjaku me laser mbyllën ato vendet ku ka ndodh yapısına shkolitje edhe sa do kudo përmirësohet gjendja e o stili retinës. göz tomografisini yaptığınız zaman Pastaj matutje i bëjmë kontrolimet të rregullta, bëjmë OCT-in e syrit edhe e përcillim gjendjen e retinës, yüksek teknoloji që thash timingu edhe teknologjia e E lartë. cilat janë do të efektet është me afërgjate që mundemi me i pa prej qelizave burimore, cilat lidhen në bazë të moshës, kjo AMD? biliyorsunuz programlarımızda çok bahsediyoruz. Yani kök hücre Edhe tedavisi. ma herët kemi bisedu për trajtim me qeliza burimore. Qeliza burimore janë një trajtim me dojmë mos cili përdoret në kohat e fundit në nivel botëror. Gelecekte Me thotë, birçok armeria trajtimit e syve me rëndësi, kök hücre tedavisi çok trajtimi etkili oluyor. smundjeve kornejes edhe gjithashtu edhe retinës, armeria trajtimit është me qeliza burimore. Na kemi një provoj shumë të lartë në këtë lami. Jemi të përdor qeliza burimore për trajtim Taze bir şey smundjeve shka e përmenda. ve hastanın klinik durumuna göre seans Trajtimet bëhen sipas gjendjes klinike e pacientit me seanca. Do thotë mas çdo seance për cilin gjendjen e pacientit i bëjmë matje të reja edhe e bëjmë le anamnez të saktë yani edhe vazhdojmë me trajtimit bundan sipas sonraki nevojës. 10 yıl içinde kök hücre Do thotë tedavisi në vitet të ardhshëm dhe vjetë trajtimi me qeliza burimore ka me konë shumë në nivel të lartë bir riski yok. Yani etkisi sepse yok. është një trajtim pa rizik për pacientin, nuk përmban asgjë artificiale, është më ekonomik në krahasim me trajtimet Bir de olmuyor. tjera edhe rezultatet janë koxha ma mirë në krahasim me metodat e vjetër, që ju thash, trajtimi me qeliza burimore nuk ka Hastalıklarda efekte ansore. makyoloji ajansında gerek retinitis Pa pigmentosa me marë parasysh është degenerimi maku, sa janë smundje tjera sistemike, a janë smundjet vitreo-retinale, do me thëtë. Armeria është të trajtimi me qeliza burimore. Ekzistojnë edhe trajtime artificiale, po na e Flasim pak edhe për përdorimin e implanteve tek retinis pigmentoza. Si e trajtoni ju këtë diagnozë? Ya retinitis pigmentosa özellikle Balkanlarda çok sık görülen bir rahatsızlık. retinitis pigmentosa, ose Retinitis pigmentosa dediğiniz zaman yani fjalë popullore tjera e pulës, genellikle genetik geçiş. është një smundje me cilën shumë shpesh takohemi këtu në shtetet e Ballkanit. Kjo është një smundje genetike. Etkili oluyor. Bununla beraber Dhe këto gjithashtu yapılmak trajtimi me qeliza burimore hastanın kendi kök hücresi. japin efekte më të mira në krahasim me trajtime të tjera. Burada dikkat edilmesi Na gereken si ai her Hospital retinitis Prishtinë pigmentosa e aynı seviyede değil. përdorim një metodë Seviyene bağlı olarak për përmirësim, për parandalim zhvillimit të retinitis pigmentosës. Janë metoda veçante shka na i përdorim këtu tek spitali edhe marrim shumë rezultate të mira. Doktor, flasim pak edhe për metodat më të fundit që mund të aplikohen kur jemi tek PVR. Pars plana vitektomi. Pars plana Po bëhet fjala për pars plana vitrektomi. arka segment Do me thotë sorunu janë var. Yani problemet ablasyon të olabilir, segmenti diabetik e retinopati mrapshëm. veyahut da Ose është ablacioni i retinës, ose është Sizin shkolitje burada retinës, yapmanız gereken ose janë do smundje tjera sistemike. Pacientët cilat kanë ablacion ose shkolitje retinës, këtu ndërhyrje bëhet me laser edhe me kamerë edhe shumë mirë caktohet, shumë cakt
vret veni ku u ka ndodhë shkolitja. Po këtu është me rëndësi pacientat cilat na vinë me një infektim të pjesë e mrapshëm syrit. Edhe të këto bëjmë intervenim me laser edhe me kamera dhe pastrojmë pjesën ku ka ndodhë infektimi. Gjithashtu kemi pacientat cilat shembull janë të punuar ndërtimtari dhe kanë shumë shpesh lëndime në syr me trupat huaja. Do të thotë tek këto raste bëjmë intervenimin pas plana, vitrektomia. Në pyetja në ablacion retinës, diabetik retinopatia, gjithashtu lëndime me trupat huaj, infektime ku me duhem mos përdor një teknologji të lartë është në pyetje pas plana vitrektomia. Burada yine her ameliyatta olduğu gibi doğru yerde, doğru zamanda Sa ma herët me kohë bëhen intervenimet me teknologji Doktor, të edhe lartë. mesazhin për fund, si çdo ja tjetër. mesajımız şu. Mesazhi jonë si gjithmonë, Eğer dünyada göz se në nivel botror ka një problem që zgjillet në nivel botror, zgjillet edhe tek ne në Eye Hospital Prishtinë, edhe një respekt edhe përshëndetje pacientave edhe shikus që na për cilin respekt. Faleminderit gjithashtu dhe juve, doktor, për kohën edhe për gjitha përgjigjet që i keni dhënë drejtuar shikuesve të emisionit Mëngjesit. Sot do ta përmbyllim emisionin më herët se zakonisht, për shkak se është po ashtu edhe një temë po aq e rëndësishme për Republikën e Kosovës, siç është edhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ku do të filloj prej orës 10, përpara prakisht ndajmë informata të tjera me ju edhe kolegët e mi, të cilët do ta vazhdojnë emisionin edhe pjesë të tjera. Ju mund të informoheni në portalin koa.net, në televizionin Arta dhe po ashtu